Danezët janë rreth 300 tifoz danez në tribunë përpara në cepin e tribunës. Shumë zemër tani, dhe të shpesoj të zjasë këtë moment, të shpesoj këtë moment. Në të që kujtoj miq, Danimarka në këtë qaste ka pësuar gol në parë nga një kundërshtar tjetër që nuk është Portugalia. Sepse do të thekthojmë për të rishpesh që Inistoja me topin për danesët Christensen. Christian Poulsen, prapa i Christensen dhe një. Shikojmë dhe jetë përsëritjen që konfirmohet edhe nga teknika, jo vetëm nga hub, por edhe nga teknika e televizionit kanë që bëron një pjesë sinjalit, sepse televizionit kanë të top channel janë të dyja që përprodhojnë sinjalin e kësaj sfide edhe në formatin më të lartë high definition, ndërkohë që pa ishin paketot me dorë. Në fakt në këtë rast është për të parë distanca. Distanca nuk është se që shumë e largë, nuk është se që qëllimshme ka bërë bësit danez me dorë. Ta shojmë, kishtë apo jo të drejt turku, në përgjithësi me ne turqit, sa do drejt që kenë, aqë borgjë nga kanë sa. Kam kushe. Që përfituar, mund të qenë më të rrezikshëm, më konkret. Në kohë që e merr me qetësi portieri Sorensen në këtë rivënie. Ka rënë qetësi të tifozëve danez. Edhe një moment. Shikojani pra, po ta kishte top për skelën si thot Redi me shut drejt, Sali instikti i dëshira ti për të bërë gjithmonë diçka më të mirë. Rivera Soren. Votën që të Hyka. Hyka më ditë ritimit. E ka bërë një të tillë, goditja është jashtë. I të qetë hapësirë. Me shumë syasi, dhe shvillë keq pastaj. Jenë momentu të tilo që ky lojtar me vlerë. Pra në momentin që ne duhet fitojmë me përsi numerike. Në këtë pjesë të dytë totalisht dominuese. Pjesën e parë tek u libuar, dhe pjesën e dytë totalisht dominuese, me skuadrën që udhëheq grupin, skuadrën që ka 17 pikë. Simi dhe ekonomia e Villas, në rrjet e jashtme është topi. Përsëri Emiliano. Largohet topi, kaq mjafton tot ai, përfundon në parazim. Nuk postuam topi në fund. Më në fund, fati ishte me ne dhe sepse meritojmë shumë më tepër ndoshta. Fati ishte me ne sepse nuk postuam në fund sepse na ka ndodhur shpesh. Tani Shqipëria barazon 1-1 me Danimarkën miq. Me gol të Rion Bogdanit në minutën e 5 pjesës së dytë, shënoi në minutën e 40, ka 5 minuta përpara se përfundon në pjesën e parë Niklas Sterter. Një sfidë që ishte dominuar në pjesë totalisht në pjesën e dytë të skuadrës jon dhe e paraspesh në pjesën e parë nga dy skuadrat. Mbase nuk është sfida më e bukur që kemi parë që më stava, por kjo është sfida në cilën ne kemi treguar vlerë më shumë se çdo ndeshje tjetër. Kundërshtari që nga më të fortë që ka ardhur stadium që më stava, sepse është skuadra e parë e grupit dhe ishte shumë vështirë për të përballur. Okej, vetëm një minutë një regjistë do të kthehemi së bashku përsëri në Qemal Stafa. Ne arritëm të shënonim golin. Ervin, kjo është një forcë e jashtëzakonshme kësaj skuadre, sepse është një tjetër rast që përsëritet në këto ndeshje të fundit, kur ne jemi në disavantazh dhe më pas kalojmë dhe arrim të barazojmë pak të rezultatin. Pas Portugalisë. E kam thënë më ndeshjet e tjera që kjo skuadër ka shumë të artë, ka djem të rinj që janë
me karakter shumë të fortë dhe kemi konfirmuar një grup shumë të mirë tani dhe duhet ta mbajmë të grupin, kam gjithmonë duke arritur rezultate pozitive, vetëm kështu mund të mbahet grupi. Okej, diçka të vogël, të paktën Bogdani s'po të ndahet 12 gola me 12 para. Si gjithmonë kjo dihet, nëse ne do lozim kështu në grup, sidomos siç quhet në pjesën e dytë, do arrim akoma për rezultate pozitive dhe ndeshjet e ardhshme, nuk ka rëndësi se kur shënon mua mbet shefi që Erioni shënoi sot golin ton që na dha dhe pikën e vlefshme. Okej, Ervin, falenderoj, suksese. Dritan do të mundohemi të kemi këto momente dhe kemi Amdi Salin. Tutem edhe kufin edhe ata Amdi Salit. Një nga iniciuesit atij aksionit golit, Sali, përgëzime. Vërtet një ndeshje fantastike duhet thënë, por edhe njerë ju në rolin e protagonistit në aksionin që solli golin e barazimit. Duket se Bogdani po t'i vjedh dhe gol, apo i nis ti po i shty në 10 Bogdani. Me gjithë meritën, Po më vjen mirë, shpresoj që shkojmë sa më gjatë kështu, kemi nisë rrugë shumë mirë edhe ishte gjëna që të ndalëshim sot pasi ishim shumë karikum, kemi punu shumë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe sa për golin e përgëzoj Bogdanin dhe e uroj gjithmonë që të shënoj kështu gol, as vetëm të shënoj, s'ka problem. Jo është e rëndësishme, mjafton. Diskutohet fare. Okej, Sali, falenderoj Salin, kemi me njërë Dalku Dritan, falenderit. Është Armend Dalku që sot nuk e di do ta krahasoj të paktën me superlojtar në krahun e djathtë. Keni dominuar atë krah, po them dhe pothuajse keni qenë tepër të saktë të gjitha ndërhyrjet. Po normalisht ne ishim përgatitur gjithë tyrat e vitit për këtë ndeshje me trajnerin, ku i zbatuam mund të them detyrat që ne dha trajneri. Pjesën e parë pak kishim vështirësi, domthonë ndalim lojën tonë, mirë po ne mund të them që humbëm 2 pikë në ndeshje, ku e pa sipas rrotës që kishim ne pa domosë për të shënuar. Në rrugë po kisha më falenderoj gjithë tifozët që na përkrahen sot. Ne lujmë për ta dhe do mundohemi gjithmonë lujmë për ta dhe t'ju dhurojmë spektakël dhe emocion të bukur. Djali i Armendit ka filluar të shikojë ndeshjet apo djali juaj ka filluar të shikojë ndeshjet apo jo? Shikoj babain apo? Akoma është i vogël, ka vetëm 1 muaj. Nga këtë përshëndes shumë dhe i them se i dua shumë gjithë familjen dhe gruan time. Faleminderit shumë. Okej, urime. Ishte edhe Armend Dalku, Dritan, do përpiqemi këto momente të kemi. Prandaj ndërkohë që mbajtëm gjatë Dalkun. Po, shumë drejtë. Mister, first of all, congratulations. Pikësparje urova për këtë fitore. Atëherë, mister, kjo ishte një ndeshje përgatitur aq mirë kishte ditë, pra që kjo dukej që kjo ndeshje përgatitej mirë dhe në fakt rezultoi mirë me një rezultat shumë të kënaqshëm. The result is good for us because, to play draw against so strong team like Denmark always is success. Even I said yesterday, nobody scored except Portugal, and we scored today. Therefore, I'm happy. I'm happy because second half we show also good game. One more time, we are playing. We try to improve our play all the time. And I të lutem Alban Dërbili që të përkthej tenisi se që barazimi i një ekip të mos si Danimarka është një rezultat shumë i mirë dhe i kënaqshëm. Jam shumë i kënaqur për faktin pasi pjesën e dytë luajtëm mirë, luajtëm futboll dhe besoj se ne këtë duhet t'tregojmë. Megjithatë, duhet të thënë të paktën pjesa e dytë e përmendët pak më parë. Çfarë ndryshoi ke kontari jonë që ne luajtëm më mirë pjesën e dytë? Okay, we changed a little bit tactic because first half we permitted too much opponent easy to build up their game, their play without pressure. In that case it's very easy. We wanted second half immediately to put under pressure, to attack opponent player immediately when they start to build up their play in defense, and that was very good for us. Pra normalisht ndryshon disi taktike në pjesë dytë pasi nuk